Debati ashpër në ditën e 7 të diskutimit për amandamentet e buxhetit në Kuvend. Deputetin nga Alianca për Shqiptarët Halil Snopçe akuzoi se nga borxhi i marrë prej 250 milion eurosh, asnjë denar nuk ishte ndarë për kompanitë shqiptare. U kundërpërgjigj deputetin nga Vlen, Bekim Çoku, me pretendimin se Snopçe bashkëpunon me persona të përfshirë në korrupsion masiv. 250 milion euro borç për kompanit, 0 denar për kompanit shqiptare, 0. Për cilën e akuzojmë? Universitetin Nën Tereza, s'kishte, si mjetë ka ma pak mjetë se vitin e kalum. Si dhe bëhet? Kështu me radhë. Shi me kë jeni ullum këtu, zoti Snopçe, me kë jeni ullë aty juve? Me kë i ndani këto amendamente? Me të njëjtët aktorë që 23 vjetë kanë qenë pjesë të korrupsionit madhor, që gjysma e tyre janë në listat e zeza, zoti Snopçe. Ata partner koalicionit ikën pikërisht për këta njerëz që kanë bërë gjithë korrupsion. Përplasja nga amandamentet për buxhetin u shndërrua në grindje se kush me kë kishte koalicionuar në të kaluarën. Ose akuzoni Ramis Merkon, partnerin e ri koalicionit që e keni në struk. Pra që të cilët non stop e keni akuzu. Po ku është parimi? Pse shkuat te korrupsioni madhor, zoti Snopçe? Këto përgjigjeni ju. Jo, mos i kërkoni ato që ikën. Shikoni ato që shkuan te korrupsioni, zoti Snopçe. Sa i përket Ramis Merkos, Ramis Merko vazhdon të jetë një nga më të korruptumit. Edhe ai në deklarata jam ende BDI, ajo parti ku jeti aty afër. Seanca plenare në të cilën do shqyrtohet propozim buxheti për vitin 2026 është planifikuar të mbahet më 9 dhjetor.